Pyetja tjetër, Selamu alaikum hoq, e dim të vdekurit për vizitën që ja bën dhe e njohin personin që i përshëndet, Allahu i ruaj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në atë që ka ardhur sakt në sahih, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim e ka ndaluar vizitën e varrezave. Masane e ka lejuar. E la fazura, ka thonë vizitante. Qëllimi i vizitës së varrezave, qëllimi kryesor i vizitës së varrezave nuk janë të vdekte, po janë të gjallë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vizitoni varrezat se ato ja kujtojnë ahiretin. Pse shkojmë na vizituar vdektit? Për shkak të atyre, jo, për shkak tonë. Vizita e varrezave a bëhet për shkak të atyre, qëllimi kryesor? Jo, qëllimi kryesor është për shkak të neve. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vizitoni ato se janë kujtuar ahiretin e zbutin zemrat e bërë këto të. Tash, a di të vdekurit që i vizitojnë, nuk ka një transmetim të saktë. Të vdekurit e din kush i ka vizituar. A ju shkojnë shpërblime? Ka hadithe të sakta se i shkojnë shpërblime. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kushdo që e lën një fëmijë të hajrit, وولد صالح يدعو له një fëmijë i hajrit i cili bën dua, lutje për prindërit e vet, shpërblimet i shkojnë atje. Bën dua, qoftë rrugë, qoftë shtëpia, qoftë kudo, i shkojnë shpërblimet. Kjo është dispozita që i vdekurit përfiton prej selamit, e prej lutjeve, prej duave e të tjera që i bojnë njerëzit. Por, a din që u konfiloni, për to nuk ka në një transmetim. A din që filoni të bojnë selam, që filoni ka kështu, filoni ka kështu, nuk ka në një transmetim të saktë të tillë. Ajo që është e ditur e saktë, është me vizitu varrezat, për shkak qëllimi kryesor është me na kujtuar neve që edhe na kemi më shku aty. Çështja e dytë është për duave tona, lutjeve tona, përfitojnë edhe ata që janë vdekur, wallahu a'lam. Edhe prindërat e tjerë për shkak se në ajet Allah tregon për besimtarët se kanë bërë dua, edhe për të gjithë besimtarët e mbledhin se bekuna bil iman, të cilët i kanë iman të alejve wallahu a'lam.